Horoskopi në Top Albania Radio. Dashi. 12 maj sjell energji të fortë dhe dëshirë për të marrë iniciativa. Në punë mund të lindë një mundësi që kërkon vendim të shpejt, por intuita juaj do të jetë në favorin tuaj. Në dashuri do të ndjeni më të hapur për komunikim dhe sqarime. Kujdes me impulsivitetin financiar. Një shpenzim i panevojshëm mund të shmanget nëse mendoni 2 herë. Mbrëmja favorizon relaksin dhe takimet me njerëz pozitiv. Demi. Kjo ditë ju gjen më të qetë emocionalisht dhe të përqendruar tek stabiliteti. Çështjet familjare marrin rëndësi dhe mund të merrni një lajm që ju qetëson. Në aspektin profesional pritet një ritëm i ngadalë, por produktiv. Në dashuri një bisedë e sinqertë ofron më shumë partnerin. Në dashuri një bisedë e sinqertë afron më shumë partnerin. Beqarët mund të ndihen të tërhequr nga dikush me energji të ngrohtë dhe të matur. Binjakët. Energjia e ditës ju shtyn drejt komunikimit, udhëtimeve të shkurtra dhe kontakteve të reja. Mund të merrni një telefonat ose mesazh që hap një derë interesante në punë. Në marrëdhënie do kërkoni më shumë spontanitet dhe humor. Kujdes të mos shpërqendroheni nga shumë gjëra njëkohësisht. Një ide kreative mund të kthehet në projekt fitiprurës në javët në vazhdim. Gaforia. Kjo ditë ju bën më emocional dhe më të lidhur me kujtimet apo familjen. Është ditë e mirë për të rregulluar keqkuptime dhe për të rikthyer harmoninë në marrëdhënie. Në punë durimi ju ndihmon të fitoni respekt. Financat kërkojnë pak më shumë kontroll, sidomos ndaj shpenzimeve të vogla që grumbullohen. Një mbrëmje e qetë do t'ju rikthejë energjinë. Luani. Do të jeni në qendër të vëmendjes dhe karizma juaj do të ndihet kudo. Një takim apo prezantim mund të sjellë vlerësim nga të tjerët. Në dashuri priten emocione intensive dhe flirt për beqarët. Kujdes vetëm me krenarin, dëgjoni dhe mendimin e të tjerëve. Energjia fizike është e mirë dhe dita favorizon aktivitetet sociale. Virgjëresha. Kjo është një ditë organizimi dhe reflektimi. Mund të ndjeni të ngarkuar me përgjegjësi, por aftësia juaj për të sistemuar gjithçka do t'ju jap avantazh. Në dashuri duhet më shumë spontanitet dhe më pak analizë. Një person pranë jush kërkon mbështetje emocionale. Kujdesuni për pushimin dhe ushqimin, sepse lodhja mund të ndikojë në humor. Peshorja. Dita sjell nevojë për ekuilibër dhe qetësi. Marrëdhëniet personale janë në fokus dhe do të kërkoni harmoni në çdo diskutim. Në punë mund të lindë bashkëpunimi i favorshëm. Në dashuri dita premton afrimitet dhe romanticitet, sidomos në mbrëmje. Financat mbeten stabil nëse shmangni mbledhjet emocionale. Akrepi. Intuita juaj është shumë e fortë sot dhe do të ndihmojë të kuptoni qëllimet e njerëzve përreth. Në punë mund të zbuloni një informacion të rëndësishëm që ju favorizon. Në dashuri priten emocione të thella dhe nevojë për siguri. Mos mbani gjithçka brenda vetes. Komunikimi i hapur do të shmangë tensionet. Një ndryshim pozitiv po afron. Shigjetari. Dita favorizon aventurën, planet e reja dhe optimizmin. Mund të mendoni për një udhëtim apo një ndryshim në rutinë. Në aspektin profesional, një ide që dukej e largët fillon të marrë formë konkrete. Në dashuri do të ndiheni më të lirë për të shprehur ndjenjat. Kujdes me premtimet e tepërta. Jo çdo gjë duhet bërë me një herë. Britsjapi. 12 maj u kërkon përqendrim dhe disiplinë. Një çështje pune ose financiare mund të marrë drejtim pozitiv fal këmbguljes suaj. Në familje do të jeni pika e referimit për të tjerët. Në dashuri partneri kërkon më shumë kohë dhe vëmendje. Një lajm i mirë mund të vijë në fund të ditës dhe do t'ju motivojë për planet e ardhshme. Ujori. Kjo ditë sjell ide të reja dhe dëshirë për ndryshim. Mund të ndiheni të frymëzuar për të nisur diçka kreative ose teknologjike. Në marrëdhënie do të kërkoni liri dhe mirëkuptim. Një takim i papritur mund të rezultojë shumë interesant për beqarët. Kujdes me ritmin e shpejtë të ditës. Pushimi është po aq i rëndësishëm sa aktiviteti. Peshqit. Ndjeshmëria dhe intuita ju udhëheqin gjatë gjithë 12 majit. Është ditë e favorshme për krijimtari, art dhe biseda të sinqerta. Në punë mund të merrni mbështetje nga dikush që nuk e prisnit. Në dashuri do të ndiheni më romantik dhe më të afërt me partnerin. Kujdesuni për energjinë emocionale dhe shmangni njerëzit negativ. Horoskopi në Top Albania Radio.